dakord, e thot Komisioni Evropian, e di me ndjejmë, i njohim biznesmenët. Ndonjëherë nuk ka nevojë të na e thonë dhe ato se realiteti këtu është. Ne thash që i njohim biznesmenët. Çështja është, si e komentoni dhe mbi të gjitha ai dorëzoheni fuqisë së propagandës së kryeministrit pikërisht te kjo temë. Për shembull, t'ju jap një shembull tjetër interesant. Nuk heq dorë kryeministri edhe pse e ka të gjithë sistemin e akshit dhe të prokurimeve në hetim nga Spaku, ai del dhe thotë këtë gjë, treshin lutem. Me algoritme inteligjente, shpejt, sakt dhe pa anshmërisht, por e përsëris i gjithë procesi do të jetë plotësisht i gjurmueshëm dhe për çdo që do të ketë pretendime, do të jetë plotësisht e mundur që të rikthehet në pikën e nisjes për të parë të gjithë procesin manualisht. Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës, të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10 vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, po është një manifest i vullnetit tonë kombëtar dhe i kësaj shumice qeverisë për Shqipërinë shtet. Shtet Evropian, Bashkimin Evropian. Do bëjmë shtet, ju rikthej një premtim të vjetër fare, po do bëj shtet me një sistem të ri edhe pse kemi futur gjithë paratë që kishim te akshi. Tani unë nuk e di nëse ta marr seriozisht deklaratën apo ta marr me shaka, domethënë. Nuk ishte as në panel, ishte konferencë EKAS. Se domethënë mendon që ke arritur një limit të gënjeshtrës dhe kalon në një nivel tjetër. Sistemi edhe sot kështu është i gjërmushëm, është transparent, i kthehesh pas, bën ankesa, po dosjet na kanë zbuluar që këto kostot fryheshin 50% nga grupet të strukturuara kriminale tek akshi. Tani, sa mund të zësh bes një grup i strukturuar kriminal që ne dy ta bëjmë që është i tillë i caktuar dhe nga Spaku, që do të ketë transparencë, gjithë përfshirje mund të kthehesh pas sistemit. Ky është sistemi që ka ndërtuar Rama. Ajo zonja e prokurimit publik unë kam pas para ca viteve përballë tek inceneratorët. Është po e njëjta që kishte dosjen e inceneratorëve. Zonja Rita Kashta, drejtoresha e prokurimit publik, është ajo që i ka thënë okay kontratave të inceneratorëve. Tani ky është një sistem i ngritur, Flavio. Ky është një sistem i ngritur që në gjenezë që ato pa kasete që kanë vetur ta ndaj pranë një grupi të caktuar. Dhe ky sistem i ndërtuar në mënyrë të tillë, pa konkurrencë, pa garë, çfarëdo teknologjia e informacionin që ti vësh, po atë do prodhoj. Ashtu siç dhe akshi. Do marrësh pengat që ankohet. Që kishte nivelin më të lartë të teknologjisë, informacionit dhe kishte nivelin më të lartë të korrupsionit. Dosja e akshit për mua është shembulli më i mirë i sistemit që qeveria ka ndërtuar. Ai është shteti. Zonja Tabaku, çështja është, qëlluam në një moment dhe ky ishte le të themi një avantazh shumë i madh i Ramës, edhe ndaj jush, që Europa na donte dhe kryeministri e donte atë dashuritë e Europës, edhe për të pasur një hegemoni politike ndaj opozitës. Ishim të parët, shkelin në një sy, zëje një çik hunda me dorë për